Hamza Erzenuka dhe Julian Sumraku u dorëzuan mbrëmjen e djeshme pas 12 orësh rezistencë të bllokuar në një banesë në fshatin Orosh të Fusharësit. Raportohet se brenda shtëpisë u gjetën 4 automatik, një pistolet, 7 karikator me fishek, 18 granata dhe rreth 2000 fishek. Banesa ku ata ishin gojuar raportohet se ishte e gjyshit të 34 vjeçarit Julian Sumraku. Dyshimet nisën pas një kontrolli në terren rreth orës 9 të mëngjesit, ku njëri prej tyre, pasi ka parë efektivët, është larguar me shpejtësi duke hyrë në një banesë të braktisur. Policët i kanë bërë thirrje që të dilte nga banesa, por ka refuzuar dhe i ka kërcënuar. Në ndihmë kanë shkuar forcat Renea, por në momentin që u kanë bërë thirrje, Hamza Ukës dhe Julian Sumraku të dalin nga banesa, janë qelluar me armë nga brenda banesës. Ende nuk është e qartë se si është plagosur Erzenuka. Ky i fundit ka qenë ish pjesëtar i forcave paqeruajtëse të Shqipërisë në Irak dhe është i njohur për policinë për veprime ekstremiste. Sumraku dhe Uka ishin prej kohësh në vëzhgimin e antiterrorit.